Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi e takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja qojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe kerejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe kena arritur tek hadithi i 9 dhe herën e kaluar prapë kemi qenë duke folur rreth këtij hadithi që vjen prej hadithi 9 që vjen prej Abu Hurajras radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Çka t'ju ndaloj prej asoj gjëje tha, largohuni prej saj, e kur t'ju urdhëroj diçka që në vend, kryeni urdhrin tim sa të mundeni." Dhe thotë janë shkatru popuj para jush prej pyetjeve të shumta edhe për ato që i kanë kundërshtuar pejgamberët e tyre. Rreth këtij hadith, mi po thon drejtën, ende nuk kemi hyrë kështu në hadith për shkak se jemi duke folur për Abu Hurajrën, transmetuesin e hadithit. Me tregu se çfarë vlerë të madhe kanë sahabit në përgjithësi, e pastaj çfarë vlerë të madhe ka ky sahabi Abu Hurajra. E kena përmend që sahabi quhet njeriu i cili ka qenë shok i pejgamberit, ka hyrë në islam dhe ka besu pejgamberin, e ka taku, e ka besu edhe ka vdekë besim. Kjo është sahabi. Abu Hurajra është njëri prej tyre, për ato të mëdhajve. Pastaj, majve mendoj për shkak numrit të madh të haditheve që ka transmetuar dhe dijes së madhe që ka pasur. Ibn Sirini është tabiin, gjenerata e dytë. Kur tregon për mësuesin e tij Abu Hurajrën këta, kur tregon Ibn Sirini thotë ka pas rastis që ose rastiske na ka treguar neve që Abu Hurajra që ka i herë duke i dhënë duke i kushtuar shumë rëndësi dijes, duke pas dijes, ka një herë thotë atë shumë është urit, atë shumë e ka domethënë nevoja për me ngronë, sa që thëtë ngojken gjami herë të minberi e herë me i qysh prej ujës të madhe. E ka pas të rastis, të regon Ibn Sirini, për tonë se ka rastis që njerëzit kanë mëndu që kjo është i qmendur. Ose njerëzit kanë mëndu që këto ka ko pe gjini. Këto e ka ko pe gjini. Sa që janë përpiq, bili ka posë rast, janë përpiq që kanë rëthu sikur më ja largu e gjinin. Mi për ka thonë, lënë më rahat se së shpuna e gjinit, po unë jam i uritur shumë. Ndërsa, atë shumë njerëz kanë morë dije prej këtij Abu Hurajrës, këtu meti ka morë shërbehet me dijen e tij, me transmetuesin e këtij hadithi. Këtu meti shërbehet, po prej të parëve, ka rasti se kanë morë dije prej tij edhe sahabi të mëdhaj, shok tjerë pejgamberit të mëdhaj, që kanë hyrë në islam qysh prej në celulat e para të islamit, në fillimin e parë të islamit, ata kanë hyrë, por Abu Hurajra thash ka hyrë pak më vonë, ose shumë më vonë ka hyrë, por çat shumë ka qenë i dhon pas dijes, sa që këta sahabi që kanë hyrë edhe më herët, ka rastis e pyetën Abu Hurajrën për një hadith, e pyetën për dhe mërshin ka pasur rast, mërshin mësim prej tij. Edhe sahabi tjerë, tabiin tjerë kanë marrë, sa që Imam Buhariu ka pason për Abu Hurajrën se arrit numri, tash po i vjen sikur i personave që kanë marrë dije tek ai, kanë marrë dije, ju është me nisi llaf kështu, arritët numrin 800. 800 numri i sahabive dhe tabiinve, arritët Imam Buhariu numri atyre që kanë marrë dije tek Abu Hurajra. Njëherë për herë të regon Ibn Sa'di me zinxhir të mirë, një lajm, njëherë për herave, i kishte pas thonë Abu Hurajrës, nëna e besimtarëve, Aisha, radhiyallahu anha, i kishte pas thonë Abu Hurajrës, o Abu Hurajra, këti shokët pejgamberit, i kishte pas thonë, o Abu Hurajra, çka u bë me ty? Je ka thu do hadithe që unë si kam një heq, dhe me kësi lëj, qërtimi i aboni Abu Hurajrës, ka po i gjondi këto hadithe, që unë si kum një, unë e bashkëshorte e pejgamberit edhe si kam një, ka i keniti që këto hadithe. Adin si ja kthej Abu Hurajra,
se Aisha normal ka jetu pas pejgamberit sa pasaj. I tha ja umme, oj nëna ime, se bashkëshortet e pejgamberit janë nëna të besimtarëve. Edhe tha oj nëna ime, talabtuha wa shaghalaki anha al-mahkala wal-mar'ah. Oj nëna ime, unë kam pas kërku dijen atë shumë mas pejgamberit a.s. edhe i kam nejt ofër atë shumë, e ti pun vje keq, tha nëna ime, por nështë s'ke pos shumë kuti. Se ke qenë e nëzone me kuhlin, i qitet sëve një farë, se di shqip të shmiton, kjo që i qitet sëve, gratë që i bojnë, si të zi. Banër për bura notën. Ndërsa, tha, ti e ke qenë në nëzone me qaton edhe me pasqyren. Tu këshyre, tu ndajsh për pejgamberin. Këtë në regull. Vetëm së sa, ti ke qenë në zonë me qaton, e one kam qenë në zonë mas pejgamberi, veç që ka po thet, t'ja marë edhe të mësej. Për që ta tha, unë e tham hadithe qka, ti nështë si geni. Imam Dhehebiju, e bjen një rast të Ibn Abbasit, që Ibn Abbasi nifet prej sahabive që ka bon transmitimet shumë, edhe prej ma të diturve, edhe përkëtysi ose komentusi i Kuranit. Ma i njoftër Ibn Abbasi kë, ka posë rasti ka thonë qiti e Buhurejrës, edhe pse Ibn Abbasi, do më thonë, me ketat e dijen që e ka posë rasti ka thonë, eftia e Buhurejra, o e Buhurejra, hajde jepna fetva për që qështje. Me gjithë vlerën që ka posë Ibn Abbasi, ja ka të regu vlerën që fare ka e Buhurejra, edhe ka thonë, o e Buhurejra, hajde jepna një fetva ti për këtë qështje. Ndërsa, nëse të buhen, nëse dikush dërë me ditë se sa hadite janë transmitu për e këti e Buhurajrës, numri më i madh, për e krejt 120.000 sahabëve, ose 124.000 sahabëve, kur ti të bëjsh krejt, nëse i donë veç e veç se cilin, asë një nuk ka prun hadite më shumë se kjo. Dhe kur t'ja të bën haditet e ti dalin se arrit numrin në 5.374 hadite. 5.374 hadite janë të transmituar. Këtë e transmeton e Buhurejra. Prej këti se ata me zinxhir në çështjen e haditit i këshyrin çështjet me transmetues, transmetim pas transmetuesi. Ki pas transmetues, pas transmetuesi për me saksu deri tek pejgamberi sallam në kry del e Buhurejra. Tani ja ka thonë pejgamberi, thot e Buhurejra ja ka vepru pejgamberi, e Buhurejra ja ka dosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E përvreni shumë. Për këtë arsye është transmetuar si më i madh i haditheve Buhurejra, për këtë arsye i gjon disa orientalista, disa që ja duin të keqen Islamit, edhe disa vallahi edhe mësam edhe shqiptar, se më ka rastis kom dëgju, edhe shqiptar xhollar që këshyrin me gjithë ndaj defekt edhe i morin çështë fjalë çka kanë folë orientalistat, edhe me fol tani keq diçka për Buhurejrën. Se pjesën më të madhe të haditheve për e bjen kë. E tani qysh me dëmtu Islamin, ja dëmtujna kokat e tyre. Qysh me dëmtu, ja dëmtujna sikur shiat. Qysh me dëmtu Islamin, ja dëmtujna i thujna Abu Bekri është qafir. Qysh me dëmtu i thujna Omeri është qafir. Edhe ja heken sahabit. Si të heken sahabit, tani më, ata që neve nga kemë pru dinin. Pro ka që ishte numri i haditheve të Buhurejrës. Pra 5.374 hadithe. Po mirë, 5.374 hadithe që në fakt si ka thonë krejt që ka ditë. Ta shëshefni në vazhdim, si ka thonë krejt që ka ditë, një pjesëve që ka thonë. Nesën këtë numër hinë dhe hadithet vërteta dhe ato dhaife që i thujnë. Por me rëndësi, a di so ka net me pejgamberin a.s. që sot për shembull dikush një kuës tunë, me nejt me dikan, me nejhoq të madhë allame me konë, i madhë dhe i qëtu me konë. Me nejt so ka nejt e Buhurejra, a kishte me imbledh një 2-5 hadithe, a 10 hadithe, ose hade nëse shtujnë, besej që shtujnë ma shumë, edhe kur që kërkujt. A di so ka nejt? Thot Ibn Hajeri, se e Buhurejra ka nejt me pejgamberin diçka ma shumë se 4 vite. Jo ma shumë. Dishka ma shumë se 4 vite e ka njek pejgamberin mrapa edhe është bon transmituesi më i madh i haditheve. Dërsa llogarit në kohën tonë, nëse njoni kish me nejt dishka 4 vjet me i hoq, jo 4 vjet, po na kena, si kam të mrena, kena vllazni që
ka në hoxhën që 20 vjet. Po nuk pëse që mund i thurin një 10-15 hadithe që mund i thurin rënd. Që hinë bili. Mendoj që këta që 20 vjet e ka në hoxhën, mirë po nuk mendoj që mund me i thur një 20 hadithe. Ndërsa ajneti me pejgamberin veç 4 vite diçka ma shumë, thap në Hajeri, edhe hadithe pruni transmetoj aq shumë, sa që të thuj se, ju thuj, po ja kaloj, krejt sahabive në transmetim. Ndërsa Ebu Hurajra nuk ishte njeri veç i hadithit, po kur ta këshirshën Kur'an, ishte përëfit i Kur'anit, doktor i Kur'anit. E këshirshën sunet, dhe i qatu. Këshirshën fiqh, po ape, Ibn Abbas i të ke Ebu Hurajra, hajde, jep na fetfa për që qështje. Ndash në fiqh, ndash në Kur'an, ndash në hadith, në sunet, pejgamberi asam kishe me gjetë Ebu Hurajrën. Kërejt ishte bon allame, djetar ishte bon çdo lëmi, për sa vjetë që nejti me pejgamberin? 4 vjetë e diçka, tha Ibn Hajeri. Mirë, po ishte njeri devotshëm. Për shembull, se ka njerëz që kanë dije, por nuk janë shumë devotshëm. Po ky edhe ishte i devotshëm. Tonë tajte për shembull që një numër i madh i popullatës tonë as që e din që është sunet me agjeru të honën dhe tajten. As që e din. A Ebu Hurajra gjithherë e ka agjeru të honën dhe tajten. Ka qenë njëri që thëtë Ikrame tabi'in, thëtë Ebu Hurajra bajke tesbih, subhanallah. Matë në ju vetën e juve sa, nëse në herë e shtini për shembull logjikën, janë domjet e bili që po blejnë këtë me tek të mjavo, matë në ajtë sa mrana ditë sërë, po thoni subhanallah. Kur të na dalin një 7 herë, 10 herë, nështë. A di sa bajke Hurajra? Mrana ditës bajke, thot Ikrame tabi'in, thot e kalejke 12.000 e herave, më shumë se 12.000 herë brenda ditës, subhanallah. Ishte i nëzonë me shpërndarjen e dijes, mja u kadhu njerëzve feje në hadithet, e këtë atu apet, subhanallah, i tha në Ebu Hurajre, shumë bre, adin, pse ka shumë? Tha, une e moti tha vetën tim, e tha, qatë so e kam, që më thonë, bagajë jam, është i vëgël, e do të me mbush shumë, se rrugë e gjatë me pret mua. Ndërsa, prej devotshmërisë tjetër të Ebu Hurajrës që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi, bili thëtë Ebu Hurajra, më ka këshillu thët miku Khalil, është mik shok i mingusht. Më ka këshillu thët diçka dhe këshillën e tij se lokur. Çka të ka këshillu? Më ka këshillu që tonë tajte po. Tonë tajte. Mirë po tha Ebu Hurajra, më ka këshillu me agjeru 3 ditë bardha brenda muajit. Në një, ose në një po. Vetëm se shumë pak të metit tun, të popullit tun, shumë pak të popullit, mami për zvëglej, din që janë 3 ditë të bardha që është sunet me i agjeru brenda mujit. Jo të honetejte është sunet tjetër. Amo 3 ditë të bardha, dita 13, 14, 15, janë sunet për me i agjeru. Ndërsa Ebu Hurajra thëtë më ka këshillu, miki jem 3 gjona dhe si rëshajt. Cilat janë ato? Tha, është e para që me agjeru 3 ditë bardha. E tjetër, tha, mës me lo pa e fol salati duha kur. është një namaz që është namazi e duha. Që një numër prap, një numër iman nuk e din as që ka është, po salati, namazi e duha është namazi pas lindjes së diellit. Pas një 15-20 minutave ane e fol, dhe i pak para drejkës u shkuha kur më nësh me fol. Tha si kum lo kur. E tjetër, tha dhe ka këshillu, mikën për pejgamberin po flet. Ka këshillu që vetrin mos me lën kur. Vetrin mos me lën kur. Vetri që folet ose një recate, ose 3 recate, ose 5 recate, ose 7 recate, ose 9 recate. Ndërsa tha vetrin mos me lën kur. E një numër i madh i popullatës tonë as që e din që ka vetër, edhe me bëmë të hajde fale nuk din as qysh me fal, por me rëndësi Ebu Hurajra tha nuk këtu më ka këshillu të mikë jam dhe nuk i lan kur. Edhe kur pat ndodh bili, ka qenë njëri i devotshëm, këtu më të kaldu pak se sa i devotshëm ka qenë Ebu Hurajra. Kur pat ndodh vrasja e Uthmanit radhiyallahu anhu, kë mo heki dorë. Për i fitnë, ku unë kësi që ka një fitnë që ato, një kasafytje, Ebu Hurajra ishte largë dhe nuk rrike në ato vende.
Bile, thëtë Ebu Hurajra, atë shumë thëtë kam mësu për pejgamberit. Atë shumë, thëtë kam mësu për pejgamberit. Unë ja ku më thonë, thëtë, veç një pjesë të haditheve. Më bom, ja më thonë, kërejt hadithet çfarë i kamën në kryje. Edhe këtë hadithet çfarë përmbojtje kanë, thëtë popullata jam, kishin gjujt me gur. Llogarit po flet për sahabe atje, e tabiin. Thëtë me bomi ka dhu keq sodion e prej pejgamberit, thëtë ata kishin gjujt me gur, që kaq shumë, se hadithe ka ditë që janë që flasin për fitnet, për sprovat që kanë me ardhë, e që tjerë një numër i madh si kanë ditë. Kjo thëtë me bomi jam thonë e krejt, sa i ditët, kishin gjujt me gur. Ndërsa Ibn Mubareku ka thonë që kur erë vdekja Abu Hurajras ja nisi për qonë. I thanë, çka po qonë Abu Hurajra? Pse po qonë? Apo dhimet dënjoja? Juve, tha, nuk e kam dertë dënjojën që pjavlo juve. Se kam dertë. Mi po tha, ajo që unë kam mërzit mu, tha se jam ka e shoh vetën time me një kodër të naltë. Edhe njënën onë të kodës ta është xheneti, në onën tjetër është xhehenami. E tha nuk di ka kanë më mështy mu për me radhë. E one kam rruga për më shtëgjatë, unë kam shumë pak vepra, edhe pse këtë jetën e qaj Ebu Hurajra e qaj një badet, apet të ike kam frikë se mos për më gjonë najsen. Vili kënë thonë djetarë se kur erdhë moment i vdekjes, që shdo njoni për neve këshyrë me ikë, homës të vdes, nështë nuk po vdes, siguraj jehudve që një 16 herë ja këshim pasë në ru zemrën, që mos po jetej, edhin të një anekdoti 16 herë ja këshim në ru zemrën. Ndërsa, kjo kur e erdhë thëke për doove që kënë një ata prezent që kënë qenë, të i thonë, o zëtë, une po e du takimin tem me ty, duj edhe ti takimin tem me mua. Dhe më dejkë edhe me vdek, pra Ebu Hurajra radiallahu anhu vdeq në vitin 57 hijri, gjithse i ka jetu 82 vite dhe pas vdekjes pejgamberit i ka roqë me jetu 47 vite. E lusmi Allahun azza wa jall që Ebu Hurajrën, këtë transmetues të hadithit, Allahu ta shpërblen. Për të mira që aja ka sjell këtij umeti, Zoti ta shpërblen ato me xhenet, e që na kena akiden besimin që sahabit janë xhenet krejt. Allahu ta nderën me ton xhenet të na bashkon. E lusmi Allahun të na falë të na mëshiron. Këto ishin disa fjalë për transmetuesin e hadithit e për hadithin. Flasmi herën e ardhshme, lusmi Allahun të na falë të na mëshiron. Kullu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.